Albi, ditëlindjen e 18 po e feston me shoqërinë të Star Academy. Jemi këtu e gjithë familja dhe po mundohemi që të gjejmë fjalët më të mira të mundshme për ta uruar ditëlindjen. E din shumë mirë ti se ne të shohim shumë çdo ditë, orë e minutë. Ti duhet të japësh maksimumin se e gjithë Gjakova e Kosova janë me ty. Dihet që neve na ka marrë malli shumë. Ditëlindjen ta urojmë Ija, gjyfja, që çdo sekondë është këtu. Imi që emocionohet për çdo gjë, mami e Jona, po ashtu. Vesës i mungojnë shumë këshillat e tuaja dhe ka marrë malli më së shumti. Albi, kur ti e nisur atë ditë na ke dhënë fjalën që do vish me fitore. Por duaj shokët dhe shoqët e tuaja dhe respektoj se me ata po jeton në fakt. Puno dhe më shumë dhe na bëj qefin. Ditëlindjen ta urojmë mbar familja Xhepa, dajat dhe shokët e tu, sa ata të shohin dhe të përkrajnë më së shumti. Urime dhe paq fat. Faleminderit të gjithëve. Po, në fakt kam për të thënë familjes më së pari dua t'i kërkoj falje se është viti 4 që ditëlindjen nuk po e festojnë në shtëpi. Meqense se këtë vit e festova këtu të Starit dhe do t'jetë ditëlindja ime më e bukur e jetës. Familjes, përderisa nuk jam aty unë, i dëshiroj punë të mbar dhe ju them se i dua shumë. Më mungojnë edhe ata mu, po në fakt kjo mungesë besoj që do t'ja vlej. Edhe shpresoj që të mund të realizohet premtimin tim që ju kam dhënë që do të shkoj me fitore. Se e di që kanë bërë shumë sakrifica për mua dhe ja vlen t'ju shpërblej bile me këtë fitore. Dhe premtoj se do të punoj çdo ditë më shumë. Po shoh që Vesën e ka marrë malli më shumë ti Vesës, desha t'i them që të vazhdoj shkollën ashtu siç e ka vazhduar gjithmonë, të mësoj mos bëhet nervoze. Edhe këshillat që t'i ka dhënë Albi, mbaj në mend se të duhen. Si ishte ditëlindja jote mbrëm? Edhe si ka vazhduar brenda? Ditëlindja, për këtë se di, pa fjalë jam. Se unë thash, ka qenë ditëlindja ime më mira, deri më tani. Ka qenë edhe do ta mbaj mend gjithë jetën se në fakt nuk i prisja ato gjëra që ndodhen mbrëm, sidomos me Olën kur hyri aty. Se në fakt desha ta lija aty, unë si mendova që janë rroba mi kanë sjellë nga Gjakova. Edhe thash ta lëja aty, po ishin fik dritat e s'kishte asnjëri. Thash hajt më ta hap, edhe doli Ola, kërcente ashtu. E në fakt, unë nuk gjeta rastin edhe t'i falenderoj shokët, po në këtë rast falenderoj e gjithë produksionin e Star Akademisë, duke filluar nga Zysha deri te personat më të fundit që ndodhen edhe tek regjia. E faleminderit shumë për ata që keni bë. Edhe nuk do ta harroj këtë kurrë. Mirë. Maj më brana. A di të najtë? Ka përmend bro, më këtë fare. Ma ka marrë branga. O, që është surprizë Pesë më duke të Wilsonën. Mua betë. Si vjen t'i kështu? Mua më hahet. Ua, si magji erdhi kjo. Kujke ato teshat. Si ja kaloni, a ju ka marrë për mu? Zonia e qënë, zuni veni mu. Qa të zuna në ty? Po ja, tha se ke kujtu se ko i gorilli. Gjeni kështu të si me magji. Mund të hem të Sa, tu mund është shme ongër tu? Albi, Na kena veli poje në të në pishinë. mund e shë dhe me ha. Sa bo për mirë. Best friend. Ama keni një në fje mungesën, qa ba.
Vilzana, faleminderit shpirti. Po, shumë vene bile që asë ma ka marrë menja, që po bëhe më që... Po do më thonë ja vlejti kja experience këtu edhe gjdo gjatë që kam bërë këtu do më thonë ka kanë një plus për mu. Ja, po flenë që Edhe pse në ushta shumë persona këtu kam pas një menim tjetër, po a kanë krejt e kundër. Kush janë këta? Brat një Edhe do t'ju them diqa, që këtu të në gjana që bëni do më thonë, lene që janë komplet ndryshe, unë e kam përjetu këtë njëj, edhe disa nga gjana që ju bëni këtu, do më thonë, jashta janë komplet ndryshe. Edhe unë për veti se Vilzon nuk kam arrit me disa prej personave me i njoft kësha. E kam lanë, qysh ditën që kam dalë, e kam lanë me amanet këtë surprizë për sot. Kam thonë që edhe në qo se dalë prej shpis, unë ditlinjën e Olbit duke me kanë prezent së zven. Edhe ma mundësujnë këtë mundësi, edhe jam shumë e lutën. Ti herë grina vetë s'ta kam shu rollën ty me tëna, unë me grinje me tëna. Po një gjatë bukur i herë këtë. Si mos na ke uru martesën. Jeni martu? Po. Ju pava para ty të shtrati, o lasishtë në të rezi. Haj, që thojmë për mu me, më shojnë? Për ty, jamër nuk të shojnë, po ne pak kena ka një uftën atje, po tësh, tësh, a baba, tësh nuk flitet ma me në rrugë. Më gjena kur të bërë atë të bërë. He pra, kur dalim rrugëve kësho, pa, baba. Ju kam përmen në për revista, gazeta, në për intervista, pa fund. Si da mos ti. Albin, edhe ty. Kam përmen, da jali. Isa original jeni këto zotë sa falco jeni në televizor soj natë. Për këtë të marrë mali ma Alin duke një si me kënë kështu, persona... Po, he, fix, kalqukut, lëviz dhe kështu. Për mu që i kam përjetu edhe, dhe më thonë, që në një këtu me në shpi. Sa i natë më vjenë, ku ju shikoj atjetë e lullishtja, kur rini deri në 2 natë, sfidon, pa unë të ashtë në orën 9:30 kënë kokër gjumit mu. Hojtë. Se po më penalizojnë mu për... Bravo, Vilzana! Bravo! E, me në orë me parulla që turë në të 3 parulla, kush dalin nuk të parulla. Shok e shoqet njët. Se u afruam në fund bashkë. Më thorë se po më që në herë. Mërë po, shi. Hajtë më mojtë se një të jam unë, një të ju... Kur dalë, vi me grumë në Shkodër. E, suksese? Ashpe, falimderit shumë. Suksese. Bajt fala mamin. I baj vetë fala. Edhe... Ty se ullë s'kam. Ullën ma ki kujdes. Ha, dhuj, e kam për veti, dhuj s'kene bëjmë më thonë ti. Po shumë dhuj. Kanat mjerë. Hajtë se shi. Ishe pas 18 vite të këndi që më Oh, lady in red. Kam se gonxë. E kapëm shumë poshtë, po s'ka gjo. Për Angelën tim, i cili më bëri të provoj ndjenja që nuk i njeja. Faleminderit që erdhe në jetën time në periudhën më të vështirë me dashuri ola jote. Angjeli im. Japën. Faleminderit shumë gjithëve. Dijeni që nuk do t'ju harroj kur.